Ariola këtu në parkimin paralel midis mjeteve, shikojmë se do e kriju shtrimin. Ban pjesë kursantët e talentuar të autoshkollës. Parkimi tani timoni drejt, shikojmë pasqyrën krahut djathtë, ku gome pas me vjen pranë pjesës fiks parkimit. Bëhet ndalimi i parë i mjetit, kthehen rrotat djatha, ingrenohet marshi ecës mbrapa. Këto janë veprimet e drejtuesit mjetit në pikë parkimi. Ku mjeti rrotullohet nga e majtën të djathtë dhe në pasqyrë shoferit deri targa automjetit, bëhet ndalimi i dytë i mjetit. Në këtë ndalim drejtohen gomat. Targën emiton kjo piketa e mezit. Ndalimi i tretë me mjetin drejt mbrapa, vendos gomën e majt pas me makinës vinë në parkimin. Në ndalimin e tretë kthehen rrotat majtas. Pastaj shikohen pasqyrat, pozicionohen vite pa ndërprerje dhe piketat. Pastaj do kthehen rrotat djathta, futet mjeti në kuadrat parkimit. Pas drejtimit mjetit, do të raportoj për parkimin e mjetit. Si që shikoni, mire keni kryer parkimin Ariola, bravo, komplimente, keni nderuar të gjithë fizin, shumë mirë.